Zbulohet më në fund receta që ndalon rënien e flokëve. Përveç të mirave shëndetësore, hudhra ndihmon në forcimin e flokëve dhe pengon rënien e tyre. Fillimisht ju duhet të grimconi thelpinë të hudhrës dhe më pas e bëni shtypjen e tyre derisa të nxirrni maksimumin e lëngut brenda tyre. Më pas, lëngun e nxjerrë e vendosni në zonat ku keni rënje floku dhe bëni masazh për rreth 3 minuta. Pas masazhit ju mund ta lini lëngun të veprojë në ato zona edhe për 30 minuta të tjera. Shpëlani me ujë të bollshëm flokët derisa të largohet era e rëndë e hudhrës. Për të përfituar më së shumti nga ky veprim, përsëriteni atë një herë në javë deri në shfaqjen e rezultateve pozitive dhe kështu nuk do të zhgënjeheni nga kjo recetë, përkundrazi efekti do ju befasojë.